Policia ka vendosur në pranga autorët e dyshuar të disa vjedhjeve në kryeqytet dhe në Kurbin. Roland Londo, 44 vjeç në Tiranë, ka përfunduar në prangat e policisë si autori një sër vjedhjesh. 44 vjeçari vithes sende me vlerë, aparate celular dhe shumë aparash në dyqane automjete dhe stacione autobusash. Policia ka sekuestruar gjithashtu sende me vlerë, 8 aparate celular, municion luftarak, 3 mjete identifikimi të dyshuara të vjedhura dhe një armë të ftohtë. Ndërkohë policia ka arrestuar në flagrancë një 26 vjeçar i dyshuar për 2 vjedhje të kryera në qytetin e Laçit, brenda një harku kohor prej 24 orësh. 26 vjeçari i identifikuar si Francesco Doçi u kap në flagrancë teksa voziste me një makinë të vjedhur, pas denoncimit të pronarit të kësaj të fundit, me qëllim shitjen e tij në një qark tjetër. Nga hetimet e mëtejshme rezultoi se 26 vjeçari në datë 13 qershor 2025 kishte thyer xhamin e një automjeti tjetër në Laç dhe kishte vjedhur disa sende në brendësi të tij. Nga ana tjetër janë sekuestruar prova materiale si automjeti i vjedhur dhe sende të tjera të vjedhura. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme hetimore.